Konfrontimi ekonomik mes kombeve dhe pasojat e tij kryesuan anketën vjetore të perceptimit të rreziqeve të Forumit Ekonomik Botror të publikuar të mërkurën, duke zvendësuar konfliktin e armatosur si shqetësimi numër 1 i mbi 1300 ekspertëve të anketuar në të gjithë botën. Anketa tregoi gjithashtu se perceptimet e rrezikut mjedisor po bien poshtë në renditje, ndërsa shqetësimet të tjera dolën në pa, veçanërisht frika për pasojat afatgjata të menaxhimit të dobët të inteligjencës artificiale. Sadia Zahidi, drejtoresh menaxhuese e takimit vjetor të Forumit Ekonomik Botror në Davos, që do të fillojë javën e ardhshme, përmendi tarifat në rritje, kontrollet mbi investimet e huaja dhe kontrollet më të rrepta të furnizimit mbi burime si mineralet kritike, si shembuj të konfrontimit gjeoekonomik, i cili u rendit si rreziku kryesor. Kjo ndodh kur mjetet e politikës ekonomike bëhen në thelb armë dhe jo një bazë bashkëpunimi, sa ajo në një konferencë për shtyp. Politika Amerika e para e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka çuar në një rritje të ndjeshme të tarifave tregtare të SBA-s në të gjithë botën dhe ka ushqyer tensione mes SBA-s dhe Kinës, e cila është dominuese në mineralet kritike dhe ekonomia e dytë më e madhe në botë. Rreziqet e perceptuara rreth motit ekstrem gjatë 2 viteve të ardhshme ran nga vendi i dytë në të katërtin dhe ndotja nga i 6-ti në të 9-tin. Ankthi për ndryshimet kritike në sistemet e tokës dhe humbjen e biodiversitetit ra përkatësisht me 75 pozicione. Megjithatë, kur u pyetën se cilat ishin shqetësimet e tyre më të mpreta gjatë një periudhe më të gjatë 10 vjeçare, të njëjtët të anketuar i renditën shqetësimet e tilla mjedisore në 3 vendet e para. Ankthi për rezultatet negative të teknologjive të IA-s u rendit në vendin e 30 në horizontin 2 vjeçar, por në vendin e 5 në horizontin 10 vjeçar.